Mirë se vini në Real People. Kishte marrë malli që të ritakoheshim bashkë në këtë program. Kishte marrë malli sepse e dija që do ta nisnim në këtë sezon, ju më keni shkruar shumë, ma keni kërkuar që ne të bënim një bisedë së bashku me personazhet të cilët gjenden në këtë Shqipërinë tonë. Edhe ky është personazhi i radhës që do kem sot në program. Rikthehem për të treguar historitë ashtu pa doreza, të vërteta, sepse mbi të gjitha janë pjesë të shoqërisë edhe të jetës tonë. Edhe ka një arsye pse ju i doni shumë fort, sepse gjeni të përbashkën me ta, gjeni veten tuaj, gjeni historitë tuaja, gjeni një të afërm, po ndoshta edhe frymëzoheni, po ndoshta ndonjëherë edhe emocionoheni, se gjitha këto janë pjesë të një programi televiziv. Po një programi televiziv pas një filter dhe me çdo gjë të thënë pa vrarë mendjen edhe ndonjëherë edhe pa menduar që jemi përballë kamerës. Mirë, rikthehem me Real People. Do të jemi në kanalin tim të YouTube-it, Flori Gjini, ku ju ftoj patjetër që të bëni subscribe edhe të më ndiqni, sepse nga sot fillon rrugtimi i këtij sezoni të ri. E shkëputa këtë lule nga porta e një shtëpie në kryeqytet. Sepse në hyrje ishte shumë e bukur, por ishte vlyer me gëlqere pjesa e portës. Edhe siç e shihni edhe këtu janë disa lule Leila, që janë shumë të këndshme, që Tasha, personazhi që kam sot ftuar, nuk e di tash nëse godita në shenjë apo jo për të marrë edhe çelësin. Tasha që kam sot ftuar, i kam mbjell. Nuk e di i kam mbjell vet apo jo, por besoj që vet i kam mbjell. Ti ke mbjell Tasha. E tund kokën edhe më thot po. Unë jam lindur dhe rritur në këtë lagje, që quhet një lagje autoktone kosovare, se kanë ardhur pas luftës së dytë botërore, dhe prindrit e mi kanë ardhur pas viteve 50 dhe kanë blerë këtë shtëpi, ku kanë qenë kosovarë. Me origjinë nga babai dhe nëna janë puro Dibrane, 24 karat. Apo tani ka arsye për pse ke kështu ti baçë? Dhe pasion kam Gërqelen. Po. Edhe nëse mund ta demonstroj, të tregoj dhe vendet ku i kam Gërqelen, Furçën, Dorezat. Shishi. Tani ti këtë ke bërë të gjithën vetë e ke lyer ti këtë? Këtë. Këtu pjesën poshtë, atje lart me pompë, domethënë, por varet edhe nga një çik nga ekonomia. Kësaj radhës kisha shumë ekonomi dhe i futa një Furçë. Por përgjithsisht çdo vit unë i bëj gjithë breza. Dhe ndjej kënaqësi edhe që jashtë, po ta shikoni që ke hyrja Rrugicës dallohet një shtëpi që është. Po mbi emrin si e ke tash? Unë e kam nga babai Baruti. 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 Është mbi emër Dibran? Po. Nuk e keni ndryshuar? Jo. Unë kam mbi emrin e vajzërisë. Po shtëpi nuk e ke ndryshuar që nga koha? Jo, ka ndryshime sepse neve Flori dhe këto dy djemt më pyetën, paraprakisht kanë rënë dakord për të rënë pallat, sepse pallat atje, dhe ne jemi këtu. Unë nuk dua dhe them, inshallah, Xhaxhieti e ndron për të mos rënë pallat. Vërtet, Unë nuk dua, me më dhënë 10 hyrje nuk du me këtë. Tani mos bëj kot. Jo, seriozisht. Unë shikon, nuk e vuaj shumë atë. Nuk ti ke shtëpi me veran. Po le ta marrje, unë më duhet balta, dheu, Gërqelja. Kjo ishte për ty. Rrafsh, të falenderoj dhe unë shumë. Me çfarë ke mbjell këtë baçën tënde? Kjo është çfarë është, limon apo mandarin? Kjo është mandarin. Mandarin bën një vit po, një vit jo, edhe ky është një limon i shartuar, por mirë është. Edhe ajo mandarin dhe në fund fare kam edhe një sheg. Kam dhe një dafin. Shegun ku e ke mbjell? Aty. Ajo aty? Jo. Ku janë dhe... shega në fund, po. Kjo është shtëpia jote e vogël. Kjo është, por është modifikuar, sepse të mendojmë, po ta kthesh kokën në ndej. Po, e pash. Janë shtëpia të vjetra dhe unë jam... Kjo është shtëpia e vjetër ku ke jetuar ti? Jo. Këto është pjesa e mahallës që të thash unë jam lindur dhe rritur në një lagje kosovare. Por kjo ka qenë shtëpia jote? Kjo ka qenë shtëpia e këtyre që babai im e ka blerë pas viteve 50. Dhe unë nuk kam lëvizur nga këtu. Se ashtu erdhi dhe jeta. Historia ime në fakt është një çik e dhimbshme që në fëmijëri se në 68-ën babai im ndroi jetë. 18 vjeç të sa? Jo, kam qenë 10 vjeç, 57. Dhe nëna ime u detyrua, si çdo nën që bën sakrificën për fëmijët, mbylli jetën për mua dhe motrën time. Pra nuk u martua? Jo, nuk u martua. Po babai nga se u bie? Dhe babai ka qenë një ushtarak që karrierën e tij e filloi
shumë shpejt, edhe në moshën 36 vjeç kur ai u emërua zëvendës ministër i mbrojtjes me Veli Llakën, është stafi i Veli Llakës edhe atyre, ishte një lojë ushtarake, atje me sa duket mori në i të ftoftë edhe kancer akut në stomak. Po, nëna ime ka vuajtur shumë, por unë edhe motra ime jemi rrethuar nga një dashuri shumë e madhe nga njerëzit e babait dhe njerëzit e nënës. Fëminin time, pjesën më të madhe, sepse atëherë nuk mendohej Flori që duhet të punojë tetor edhe të vijë në shtëpi. Sepse kishin edhe parata dhe bënte vaki që mund të rinte edhe gjithë natën. E qartë, edhe ti rrije vetëm me Dhe motrën, jo, morëm gjyshe që ishte 85 vjeç nga Dipra dhe unë pjesën më të madhe të fëminisë time, unë jam rritur tek Daja të mi. Po Daja ku i ke pasur? Në Peshkopi. Në Peshkopi. U rritë në Peshkopi? Po, pushimet verore dhe dimrore atje i bëja. Kaloja Dhe për hir së vërtetës, kam një nostalgji dhe edhe tani që jam afër 7 vjetëve, kur bie të fletëm, shiko, jemi ngjitur me fshatin të Maqellarës, që Dibra e Madhe është 10 minuta. Jemi në kufi. Dhe tash i them, sa mirë do t'ishte që kisha ndetur atje. Kam një nostalgji të Mermalli? shumë, i jashtëzakonisht. Pse, për këtë mermalli? Po mermalli për nusën e Dajes së madhe, më zëvendësoi nënën. Se të rish 3 muaj, Flori, jemi në një intervistë edhe ke ndjeshmëri thua, shiko, të ri dhe pak e tasha që m'japi edhe një kafe. Nuk e di nëse më kupton. Edhe unë, kur shkoja tek Daja e mi, gjithmonë dashurinë e kemi patur për nusët e Dajave, sepse na gatuan të... Plus që edhe baba im, sepse të dy vinë nga fshatrat e Diprës, në gre, por unë isha e vogël dhe nuk mund të thoja. Nëna ime më shumë s'kishte. Para 10 vjetëve. Plus që Dajën e Madhe kam pas deputet, e kam pas kryetar kooperative për 7 fshatra dhe na thoshte, asnjëherë nuk na thoshte Daja, as mua dhe motrës time. Nuk donte të na lëndonte për atë çka kishin për humbjen e babait tonë. Edhe thoshte, bashkë me babën, të punoni, thoshte, gjithmonë me të drejtën, sepse e drejta ndoshta mund t'jetë e vonë, po edhe unë e kam parim. Do ndrejtosh ti mua deri për larg, se di se na filloi edhe shiu këtu për jashtë, edhe çunat nuk dua që ti lag. Të duhet ndihmë nga ana ime tasha? Tashti, nëse më ndihmon, të ndihmoj unë? domethënë punët Flori i bëj në këtë mënyrë. Por qesh me Paterica dhe ju respektova. Po pse nuk e drejton dot? Por, ja, po do të ta shpjegoj gjatë. Po. Ti e bën punët e përkullur tasha? Po. Flori, të falenderoj shumë. Urdhra. Edhe në shtëpi madje nuk i fus fare këto. E kam merak, jo. Pse? I bëj punët kështu. Më mirë pa të? Më duket sikur bëhet pis, më duket sikur... E jani. Dise si vjet aroma? Edhe i brikun me çaj me dafin. Çajt pra! Çajt pra! Kundër virusit. Edhe një çik karafil. Tani këtu i ke hedh. Çaj mali. Çaj mali. Çaj mali, dafin. Dafin edhe 5 kokra. Po këto 5 kokra çka këto? Kokra karafil. Karafil apo jo? Jo, karafil. Si boronica më duket. Jo, karafil. Karafil janë. Po është karafil i egër. Tani do ta mbushim nga një gotë? Po patjetër. Ta mbushun? Patjetër. E mirë. Vetëm thuaj ku i ke gotat. Ja ku janë gotat. Me këto e mbush? Jo, me të tjerat. Ja Flori të ndihmoj pak. Edhe ti pastaj bëjnë servirjen. Ku i ka? Aty. Mirë. Ta marrë dhe sheqerin, Flori? Sheqerin? Ta. Pse e pi me sheqer ti? Unë e pi pa sheqer. Jo, edhe unë pa sheqer, po mendova thash. Pa sheqer e pi unë. Ti sheqerin mos e përdor. Jo. Cili është problemi i gjurit? Kur kam qenë e vogël, po? 8 muaj e kam kaluar një poliomilit shumë të rëndë. Oh. Dhe
artikulacionin e këmbës nuk e kam pas njësoj si kjo tjetra. Po ta ka prekur që atëherë? Po, ma ka prekur dhe fati i mirë që me një përkushtim shumë të madh babai im më çoi tek 2 mjek popullor dhe Ceni që ka qenë, por edhe një mjek që ka vite që ka vdekur. Unë deri në moshën 18 vjeç kam marrë vaj peshku falas. Flasim për sistemin në kohën e komunizmit. Në kohën e komunizmit. Por kam gëzuar një shëndet shumë të plotë. Se polimiliti të kap në sistem, falë Zotit. Edhe sistemi nervor? Po, e kap shumë. Flori, për hir të vërtetës, unë kam një jetë të vështirë. Jo në sensin e mishërimit që ashtu të vjen jeta. Nuk e kemi në dorë dalgët e jetës. E ke patur vështirësi dhe këtë që kur ke qenë e vogël? E kam patur. E kishe të bezdiste si gjë? Më bezdiste se për të vetmen arsye i shikoja shoqet e mia që ishin të klasës 4-5 që vraponin, kisha shumë dëshirë që të hypja në kaluç, që të bëja atë. Po, se në atë ko bëjshin Po, bëjshe stërvitje, sidomos orët e fiskulturës i kisha shumë pasion. Thoja, nuk doja që të ma kalonte ai tjetri. Shpesh herë britesha, bëjsha, por ishte pjesë fat që më kapi vetëm këtë. Janë kohëshë ndonjëherë nënës, motrës? Jo. Ose dhe babait, po ti deri 10 vjeç. Me babain kam pasur shumë, do më thënë kam një film të heshtur, sepse vinte natën dhe hikte shumë shpejt. Nuk kur na takonte me motrën, sepse kur ndroi jetë, motra ishte 5 vjeç. Unë isha 9 për 10. Dhe ishte shumë i përkushtuar. Atëherë të ishte në detyrë shtetërore aq më tepër që ishte funksionar, duhe më shumë nuk rihej në shtëpi se sa rihej. Prandaj nëna tona kanë sakrifikuar shumë. Mami im ka 4 vjeç që ka ndruar jetë në moshën 83 vjeç. Me një kujtesë, domethënë edhe me punë shumë, domethënë vetëm 2 javët e fundit pati rënje. Por ka vuajtur gjithmonë nga astma, sepse të punosh në kuzhinë është një sektor shumë i vështirë. Je gjithë ditën në avuj, gjithë ashtu. Por unë edhe motra ime për hir së vërtetës jemi rritur me shumë dashuri nga gjyshja. Unë nënën e babit shumë pak e mbaj mend, por tashti hallat e mia, xhajet e mi që më shikojnë thotë, Tasha, je krejt nana. Do më thënë, unë i ngjaj komplet gjyshes, si me nga ana babait. Nëna nuk e mendoi asnjëherë të martohej? Jo, Flori, nuk i ka shkuar asnjë ndërmend sepse thash, u përkushtua me neve, pastaj ajo kohë ishte shumë e vështirë. Që të leje fëmit, se thoni do t'i lej, pastaj por atë kohë kam përshtypjen që ishte edhe vështirë kur ishe e ve që të ndërtoje familje. Por duke qenë se ajo ka qenë një institucion ushtarak, se ka qenë tek shkolla bashkuar, nuk paragjykohej nga ushtarakët. Nuk paragjykohej nga ushtarak, kur shkonte në peshkopi, ai shkonte me sharp të zezë, ndërsa këtu nuk ja lejonin. Për t'ju referuar kulturës nga ajo ishte rritur, se thoni, grua e vetë. Nuk e pyete asnjëherë më vonë, kur dhe ti u rrite, që ndoshta dikush që mund të kishte takuar, ndoshta edhe dikush. Jo, e kam pyetur vazhdimisht dhe i thoja, mami, unë kam pas marrëdhënie jo të ftohta, po nuk kam qenë shumë e lidhur, por gjatë bisedave të lira i thoja, o mami, po se si martuar? Po si mund të martohesha unë në atë kohë? Ku dhe vëllezërit e mi më thoshin, fokus ke vetëm 2 cucat për të rritur. Pra, shiko si ishte mentaliteti. Nëna ime kur nuk e ka ndruar. Edhe në shtëpi që rinte me nartë të bardhë, edhe me rroba të zeza. Pse të emocionon kjo gjë? Shiko Flori, të thash dhe pak përpara, jeta nuk vjen ashtu si duam. Duhet më kuptosh. Në 2003 mua më ka ndruar jetë vajza ime, 21 vjeç, nga një aksident rrugor. Dhe tani e kuptoj nënën time,
pse ajo nuk i ishte të zezat. Më duket, kur vesh në një diçka kështu them, sikur e tradhtoi vajzën, që është në botë të vërtet. Duhet më kuptosh edhe mënyrën që flas ndjesinë e një nëne. Bëri 2003 më grua ta kuptoje nënën tënde? Më nën për ta kuptuar nënën tënde? Jo se kisha kuptuar, por ndjeva më shumë dhimbje. Tha shife çdo, tash kur të hikur shoku i jetës, thonë të pret krahët. Ikja fëmijës, pastaj është humbje totale për nënën. Është shumë e vështirë të gjesh një nën dhe të thuash, shiko, a jeton? Si mund të jetojë një nën kur fëmijë se ka? Por, Flori, duhet të dim që unë për hir të vërtetës lexoj. Dhe nga libra të ndryshme, thot shiko, kemi lindur vetëm, do ikim vetëm. Hugo thot një shprehje shumë të bukur. Lindja dhe vdekja është premtim, thot që në momentin që lind nga nëna. Mbase kjo, them, më ka bërë që të kaloj shigjetën e dashurisë për vajzën që më ka mbetur. Tash aty kam 2 fotot dhe të mamit dhe të vajzës që më kanë ndruar jetë. Dhe çdo mëngjes që ngrihem them, shiko, jam unë që dua të mbroj. Edhe sikur më japin urim, e thon Tasha, ditën e mbar. Si quaj vajza? Vajza quhej Majlinda. Majlinda? Majlinda, në vitin e 2 tek Instituti Bujqësor, një vajzë që kur e merrte nëndën, i thoja Majlinda se vinte që Majlinda ç'a more? Nënd. Po s'ka problem. Jo. Vetëm 10. Kishte një mbase divorci që unë kisha bërë në vitet 90, se mbase nuk i morëm të gjitha me radhë, por është një bisedë shumë e lirë. Unë jam martuar në vitet 80. Përderisa nëna ime mbylli jetën për mua dhe për motra me shkesit të dyja u morën, pati mundësi që doli në shtëpi në vete, morën pallatë dhe, kështu që njëra nga neve ishte detyruar që të kujdesej për ne. Pastaj, arsyet e mia shëndetësore që unë i përmenda dhe më përpara, ndjeja një lloj detyrimi që të rija me nënën. Edhe pse kaq vite që unë jam e ndarë, njerëzit të afërt të vajzës time, flas domethënë xhajat, hallat ata më mbajnë shumë afër vajzën time. Gjë që për mua kjo ka vlerë. Kjo ka rëndësi. Të erdhi keq që nuk zgjodhe në jetë. Patjetër. Edhe këtë ja kam bërë disa herë dhe pyetje mamit. I kam thënë, unë kisha pasion gjuhë letërsinë. Fill mbas gjimnazit, unë u futa në punë. Se edhe nëna, tash me një rrok, 2 vajza mund të mbaheshin se ishin të rritura. Kështu që u detyrova u futa në punë trikotazh. Po kjo fliteshte në vitet 76. Biles shkollën, gjimnazin, vitin e fundit nuk e kam mbaruar sepse mu hap variant për në trikotazh. Fillova atje, isha shumë e angazhuar, e kam pasion gjuhë letërsinë. Mirë po tash motra ime filloi fakulteti, nuk mund t'i jepeshin të 2 bursa. Edhe ekonomi, financë që vazhdoi motra ime, edhe ajo shumë. Një nxënëse që në klasë parë dhe deri në fakultet gjithë jeta. Pra, shife çfarë është disiplina e nënës. Qartë, po, kur them zgjedhje, e kam zgjedhje për njeriu në jetës. Po, për njeriu. Dhe i bëja pyetje mamit, i thoja, pse duhet juve të më hyni të shkesë për një djalë pa e fyer, pa ashtu. Në një kohë që unë mund të dashuroja edhe një djalë. Mund të ashtu. Por, gjithmonë kishte fokusin që të merrte një djalë, meqense s'kishte djalë, dhe të bënte dhëndrin për djalë në shtëpi. Shiko, nuk është e lehtë ta pranosh fajin. Tash ti që jam në moshën 70, them shiko, kam pasur edhe unë disa faje. Sepse nëna është nën, është dhimbje. Por bashkëshorti është bashkëshort, duhet t'i ndash. E kuptoj. Përse mendon që u zgjodha ideal për të? Sepse gjithë të afërmit e mi, meqense ishte dhe familje e mirë, ky ishte djali i mirë, dhe menduan që ishte e përshtatshme për mbylljen e jetës që dha nëna ime për 2 vajzat. E kuptoj. Domethënë, në aspektin njerëzor ishte shumë normal. Edhe për hir të vërtetës ai ishte një djalë shumë punëtor, por çfarë nuk funksionoi tash?
Çfarë mendon ti që nuk funksionoi? Të thash. Sot ti je më e ftohtë. Po, jam e ftohtë dhe gjykimi natyrisht që është më ashtu. Ti u ndave në cilin vit? Në 90-ën. Në 90-ën fiks. Dy korrik kur kanë hikur gjithë, janë futur gjithë në ambasada, unë shkova që ti shkove në gjykat për procedurën. U futa 2 herë në ambasadë, me 2 vajzat e vogla. Në cilën ambasadë shkove? Ke ambasada italiane, ke trikotazhi, kemi pas trikotazhin. Ke italiane, bashkë me vajzat? Bashkë me vajzat. U pendove që su largove? Jo u pendova, po thoja kështu shiko, sepse shifim në televizion, ata që ishin brenda thireshin në për rajone, në për ajde, dhe thësha, shiko, bubu, do e thrasin nënën time, në një kohë që nëna ime ka mbyllur jetën, si mund t'ja japun këtë goditja e saj. Pra ti mbete pak pengi në nënës tënde? Po. Mbete pengi saj? Dhe më thënë, i përkushtim që më dha mua me motrën, dhe më thënë, gati ishte një detyrim. Duhet të bëja pa tjetër, sepse ishte, ku do shkoja unë me motrën time, do shkoja ke shtëpia e fëmijës, pavarësisht kujdesit të gjitha aty. Era nënës kujdesi, nënës nuk zëvendëson asnjëri. Plus që... Ishte si një lloj borxhi? Borxhi, shiko... E kuptoj se ku e ke. Jo një borxh, po... Jo, po thoja kështu, sakrificën që ka bërë unë në një farë mënyre duhet t'ja shlyej. Ajo mbylli jetën për ne 24 vjeç dhe ne tashti që u bëm të zonjat, tashti unë të iki me 2 fëmijët e mi. Të paragjykuan që u divorcove? Nuk ishte shumë, kishim filluar të ndryshonin. Kishte, po të isha divorcuar në kohën e nënës, ishte një femër si mund divorcohet. Jo, kishte. Pastaj, unë e bëra shumë qetësisht. Nuk krijova, unë dhe sot nuk e kam në ndjesinë e urrëties. Njeriu që urrën... Por ama nuk u martove më? Jo. Sa vjeç ishe kur u divorcove, Tasha? Kur u divorcova isha 30 vjeç. 30 vjeç u divorcove. Po të pyes, ish bashkëshorti, është martuar? Bashkëshorti, po, ka jetën. Ka ndërtuar jetën e tij. Po, ka ndërtuar jetën, ka dhe 2 fëmijë. Mrekulli. Dhe për hir së vërtetës ata kanë marrëdhënie shumë të mira me vajzën. Me vajzën. Do me prezantosh pak vajzat. Majlinda, më the? Majlinda dhe e vogla quhet Fationa. 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 Sa e lidhur ke qenë ti me të dy? Shumë. Sepse Fationa, kur unë jam divorcuar, ka qenë 2 vjeç e gjysmë. E ka përjetuar më shumë Majlinda apo Fationa? Majlinda e ka përjetuar shumë, por Fationa e ka përjetuar gjatë gjithë rrjedhës mbas ikjes së babait. Sepse fillimisht fëmia e vogël kur nuk vjen një ditë, 2 ditë, babai thot me shërbime dhe ndërsa Majlinda ma ka përjetuar shumë. 1 muaj përpara se të ndronte jetë, kishte filluar punë në një biznes për kangjëllat. Edhe atëherë nuk kishte dhe siç është tani evolimi, domethënë kompjutrave, atëherë bëheshin të gjitha me dorë, listat e 20. Sa po mbushi 20, mbas 3 muajve sa po hyri në 21. Edhe e merrte ai përgjegjësi dhe i thoshte Majlinda, do më bësh bordorote edhe atyre, po pagën e ke kaq. Jo, i thoshte, nëse s'ma jep kaq sa dua, ika. Ishte shumë e prerë. Dhe një ditë më thotë mua mami, tha, kam menduar, tha, rrugën që do të marr, se nuk ishte komoditeti këtu. Kisha vetëm 2 divane të thjeshta, siç ishte ajo kohë. S'kisha as bufe, as karike, as. Se ndarja pastaj, Flori, ndahen. Edhe një karike ndahet për gjysmë. Gjysmë e ka burri, thotë gjysmë e ka gruaja. Tashi mund t'i nxjerrësh dhe jashtë edhe s'ti merr njëri. Edhe s'kisha bufen. Kur shikoj unë një makinë ishte ngarkuar me bufen. Tasha, se përgjithsisht më thishte në emër, mos thuaj tani tha që do vuaj. Tani që fillova unë, të bleva fillimisht bufen, karike dhe akoma si kanë thuar. Të një vetë karike që t'ka blerë Majlinda atëherë? Këto janë kujtimet e vajzës time. Dilte kur dilte, po ta gjente një gjë në rrugë e merrte edhe i bënte me varak. Edhe këto i kam thënë vajzës time të vogël. Asnjë gjë nuk dua të më luash. I ke kujtimin e saj? Ndërsa mangallin që ma ka blerë motra ime për 60 vjetorin dhe nga gjyshja ime Flori, nëse mund të vi në ndim, këtë mashën e kam kujtim nga gjyshja ime e babait, që sa herë shikoj se ka qenë shumë e pastër. Këtë
kam pas edhe një xhezve, më ka humbur, kush e di si ka humbur, po mu më ka ngel peng. Edhe i ruaj shumë, edhe u bëj shumë izmetin. Flori tashti unë, çdo vit, këto i lyej me varak. Çfarë i the sot Majlindës kur zgjellen në mëngjes? Çdo ditë i them. Majlinda, të jetoj vetëm për Fationën. Dhe mendoj që shpirti jot do të na mbrojë neve të dyjave. Ka edhe fjalë nënë, Flori, kur bëhet ora 3:04, unë jam me ilaçe. Edhe instinktivisht kur ngrihem, shikoj jastikun e lagu, themoj, dita ishte e bukur, mos ka rashi, ditën nuk qaj. Natën pastaj flas mbi një orë vetëm me vajzën time të madhen. Kam bërë kështu, kam thënë kështu, dhe kur tashi vetëm si figur qetësie më thot, flej tani. Mbase jam lodhur, edhe më duke sikur më thot, flej tani. Dhe atë 2 orësh e bëjt plot. Në vitin 97, Flori kanë qenë momente shumë kritike edhe për Shqipërinë, dhe sidomos nënat që ishin çik të lënduar, unë sa po kisha ardhur, kisha pak vite që kisha ardhur nga divorci, ekonomi se kisha si të fola dhe para, dhe kam mbajtur 18 kosovar 1 vit e gjysmë të kërkoj të falur. Dhe këtu, në bisedën që patëm në hyrje, unë jam lindur dhe rritur në këtë lagje kosovarës, dhe shumë nga këta u erdhën njerëzit e tyre. Që ishin dhe hapun derën, po ishin në Kosovë dhe erdhën tek. Te ta thashë, a munden ne sonte me ardhke banesa, se shtëpive ato i thon banesa. Tashi për momenti Flori, ndoshta dhe e prisha dhe një çik zemrën, thash, unë s'kam kuçoj vajzat e mia. Si doli në atë kohë vajza ime tek shalli. Mos e prish zemrën tasha, tha. O Majlinda, s'kemi asnjë kusht mi mam, thash. Ne vetëm i krevat edhe ti. Dhe pak më vonë pastaj erdhën tek Aslan Rusi. Erdhi fluksi më i madh pastaj. Po, fluksi i madh. Edhe del në tritra, në televizor, motra vet me burrin, me fëmijët. Kërkoi ndihmë, tha ka ardhur motra ime, se s'ia dinte adresën, se ishin në luftë. Edhe kjo ishte mu këtu, kisha 2000 dere. Ti ta tashe, tha, është motra jeme. Thash me veten time, po, tashti. Tha, a bën, tha, me shku, tha, ke Aslan Rusi, i sistimi i vajzës madhe ishte duhet të shkoje. Shkova, i kërkuam me megafon, sepse ashtu ishte atjere. I tham ati drejtuesit, i tham kështu, po, tha, doli me megafon, kush është Nezir Broshtaj? A ishte krye-inxhinier i Kekut, ku ne i themi i Keshit. Një malsor. Përshëndetje. I thash, shiko, unë jam një zonjë, thash, që se morëm këte, motrën në fjen. Vetëm unë me Majlindën, dhe shkojmë ne të dyja. I thash, me thënë të drejtë, unë jam një zonjë, thash që u kam bajtur kunatën atë, thash edhe ka parë gruan tuaj atje. Unë të falenderoj shumë, tha, po unë jam shumë antar. Po unë mendova Flori për momentin, thash 4, se ashtu jemi mësune, burë e grua dhe 2 fëmijë, shumë 3. Tha, unë të falenderoj shumë, tha, për bazëllëkun që ke, tha, po, insistimi i vajzës madhe do t'i marrë se zbën. Tha, më falë, tha Xhaxhineziri, unë ka marrë, tha, t'ju marrë, sa jeni. U tërhoqa pastaj se. Sa veta ishin? Ata, do më thënë, me këtë Kosovaren që ishte, me vajzën, ishte ngelu dhe 7 zanë, dhe unë, djali që lindi këtu, ja kam vënë emër Arbri. Arbër, me shumë kuptim. Edhe buri. Tash ata flenin ati, unë fleja këtu. Çfarë thua? I lirove krevatin tënd? Po. Sa veta ishin? Do më thënë, bashkë me ata dhe 18 Kosovar. 18 në këtë banesë? 18, po. Wow. Dhe të them edhe një detaj. Kur kanë ardhur në fillim fare, atë ditë nuk kam pas bukë. Kur erdhen me ndihma, thash pas ka qenë i madh Allahu që më pruni ushqime. Sepse unë për hisë së vërtetë gjithmonë, gjatë gjithë jetës time kam pas ndihmes motrën time.
E kuptoj. Është pjesë e shpirtit tim. Ato që ndruan 6 muaj, 6 muaj në këtë banesë? Ndërsa kosovarja tjetër me 2 fëmijë që u bë dhe arbri dhe burri kanë qëndruar rreth 1 viti. Kur kanë hikur, unë kam qarë. Se u lidhe shumë? Shumë. Ata ato ditë morën gjithë batanijet edhe ato, edhe kishin lënë lavatrice, frigorifer, televizorin edhe ato. Tirat edhe unë i tha, ju drejtova të, unë e zirë thash, po këto janë të tuja dhe asë një gjë nuk kemi bërë. Dhe sobën akoma e kam të atyre. Çdo vit ata marrin nga një banesë në plazh edhe shkojmë bashkarisht. Që ti që shkon me pushime bashkë me ta. Plus që unë shkoj 2 herë në vit në Kosovë. E pas ka patur zemrën shumë të madhe Majlinda. Shumë. Edhe them, mirësinë që më ka dhënë, inshallah nuk ma het dot Zoti poshtë. Çfarë ndodhi atë ditë që humbi jetën Majlinda? E mban mend? Tasha? Flori, nuk dua ta kujtoj se unë jam e librium edhe po fillova pastaj do me thënë, vetëm kaq, jo vetëm u shokova, por mu duk sikur mu qa trupi. Dhe pastaj nuk kam marrë vesh as edhe një gjë deri në të 40-at. Pastaj u shlova në spital. Pastaj, si thonë, mos të raft që të harosh. Po. Bëra operacion mitrën, bëra operacion teroidet, bëra operacion këmbën, poshtë dhe thyva dhe këmbën. E kam edhe një qik nga thyrja, më shtyër komplet kjo. Gjuri. Pastaj, në fund fare, në 2015, ishte muaj tetor, ishte paketa për të bërë mamografin, me një kosto jo shumë të lartë, thash po e bëj një mamografi, thash për të qenë. Nuk ishe bërë asnjë? Jo, duke qenë se unë isha, domethënë, isha hequr dhe disa organe, edhe gjatë leximeve të ndryshme, i thoja që gruaja nëse heqte organe është e predispozuar të gjiri. Është vetë ndërtimi i gruas së tillë. Edhe bëra mamografin, më thot ma jo, ku bëjmë pagesat. Natasha tha pas nesër, tha, do vishje të marrësh përgjigjen. Shkova, tha, nëse se ke problem, tha, jo pret mjekja lartë onkologe. Edhe e mora në shumë dashamirësi. Thash, do më interpretoj që ajo më pakshu dhe më pa dhe një qik me një dhimje, sepse këto paterica më japi një penalizim Flori që unë nuk e dua. Shumë shpesh unë nuk i përdor. Edhe në mbledhje, unë aderojt në një forcë politike, edhe kur shkoj, unë i fus poshtë. Nuk dua të jem normal. Duket sikur të më shërojnë. Më duket sikur, jo, mëshirën e kam të merë. Dhe më thotë, më falë tha, ulluni aty. Shiko, tha, ku e keni shpinë? Po ta shikosh tash në vija aerore, një 20 metra. Sa që i bje spitali Amerikan me këtë këtu. Shiko, tha, në mamografin që keni bërë, tha, nuk i ka dalë mirë. Unë të sugjeroj, tha, që të bëni një vizit me një mjek onkolog, tha. Se këtu me sa shikoj unë, tha, jeni, tha, e pa ajo, shikojt edhe nga paraqitja njëri u kuron shumë i grepur, kalek, kur je e kështu normal. Sot e kujton me të qeshur ti, po në atë kohë ka gjërat të qeshur. Para 10 vjetë janë kanë natron. Tha, unë do të sugjeroj, tha, një mjek onkolog, Elidon Ninon. Tha, nuk të them do të detajet. Flori, sigurisht u habita. Flori, thash, se vizita ishte 4-4, mu duk sikur isha në një tunel të errët, edhe vetëm doja që të dilja për jashtë dhe të thoja, ka që ishte jeta për mua. Kam dalë edhe jam unë në tretuar, dhe thash, a duhet ta gjej rrugën për në shtëpi, apo që në këto moment të ashti për mua. Po pse ka shumë e mendove që ishte fundi? Jashtëzakonisht. Duhet të dish një gjë, Flori. Dhimbjet e jetës që të japin gjatë rrugës, vjen një sekond që thua nuk mbaj më dot. Nuk mbaj dot më. Vetëm të 100 e sekondit më ka kaluar Majlinda dhe sikur më tha, jo, do jetosh vetëm për fat jonën. Edhe këtë e ka moto të jetës. Që të përballosh, do me thënë, heqjen për kancerin e gjirit është e tmerrshme.
E kam përballuar operacionin e këmbës, e kam përballuar edhe mitrën, edhe teroidet. Këtu e kisha shtratin. Flori nuk të gënjej. Kishte momente që doja të hidhesha nga balkoni. Se aq shumë influencon kimjo, nënt kimjo. Sepse ishte në stadin Po të rëndon psikologjikisht tasha? shumë. Të bënd pafuqishëm kam dëgjuar. Por, fal edhe njerë motrës time, unë kam lexuar 70 libra brenda një viti e gjysmë. Dhe për hir të vërtetës, këtë librin kisha dje, që po e rilexoj. Është një libër jo psikologjikisht, por dhe të qetëson shumë. Dhe kur isha në momente shumë të vështira, merja librin dhe futesha dhe në banjo. Këtej, do më thënë, ajo soba ime pas ka qenë shumë e fortë. 6-7 herë duhet të ndroheshe, sepse ka kaq shumë djersitje nga kimjo, sa nuk e imagjinon dot. Çdo një orë duhesh të ndroheshe. Mirë po, s'kishim edhe aq ndresa, aq shumë sa tashu, fut në furrë, do më thënë, thaheshin, edhe të vishje që të ndroheshe. Ndërkohë lavatriçja vazhdonte dhe të tjera. Pse ke shumë siklete? Shumë. Unë e kisha sepse e kisha një gradë të avancuar. Por, doktor Elidon Nino me stafin e vetë, më ka kushtuar një përkujdesje shumë të madhe dhe unë sot akoma vazhdoj që t'jem në atë. Sa po të mbaroj intervistën me juve, unë kam lënë takim të ekon e gjirit dhe këto, unë i bëj tek ortodoksi, për të vetme në arsye Flori, sepse unë nga që jam me arsye shëndetësore nuk mund të shkoj dot, edhe detyron të marr një taksi që të shkoj. Shqyqy që e kemi dhe një qik më afër dhe jam e detyruar që t'i bëj këto kontrole. Dhe përveç se lodhjes fizike ka edhe kosto ekonomike tasha? Jashtëzakonisht. Pavarësisht nga paketat ndihmëse që të jep shteti, 6.000 euro ka marrë motra ime. 6.000 euro. Se duheshin 2 zoq që në javë që t'i pije lëngun e tyre që të filloje. Se jo vetëm që nuk të hahet, Flori. Por këtë fillma, vetëm njerë ajo acarimi i sistemit nervor. Do më thënë, je gati, thuash, shiko, mami po jep fund jetës se sa. Lodhjen, vajzën time të voglën, e kam lodhur jashtëzakonisht. Jashtëzakonisht e kam lodhur. Atëherë ajo ishte në punë tek Ministria e Mbrojtjes në sekretari dhe për arsyet e mia e kalonte edhe turni dytë. Duhet më bënte mua shërbim, më dinte gjërat gati, më lante. Dhe pastaj kur shkonte turni dytë, por për hir të vërtetës poshtë kam vajzën e tezës time. Dhe me një përkushtim nuk më lenin vetëm. Nëse nuk je rrethuar me dashuri, Flori, atë smundje nuk e përballon dot. Dhe them, fal Zotit që këtë vajzë e kam mirë dhe ma kanë marrë ata miqtë e mi. Nëse më lejon Flori, miqtë kosovar, ata që i kanë mbajtur këtu ma kanë marrë në Kosovë. Kanë një biznes, kanë një biznes, ka 6 muaj vajza ime. Sepse u shkëput nga Ministria e Mbrojtjes dhe ata kanë hapur një biznes ndriçimi dhe ma kanë marrë protokolliste dhe sekretare. Pra, shife çfarë është karma, shife si kthehet. E mira kthehet në të mirë. Lum kush bën mirë. Por çfarë nuk thuhet? Se ti sheh edhe personazhe që dalin dhe flasin, edhe japin mesazhet e tyre dhe thonë edhe që ndoshta e ka kaluar. Çfarë mendon tasha që nuk thuhet që duhet thënë më shumë? Se sa e vështirë është? Shumë e vështirë është. Dhe po të them një gjë, Flori, ata mjek, ata infermiere dhe ata punojëse që punojnë aty, nuk e di, janë shumë të fortë që e përballojnë. Po atëherë kur doli te onkologjiku që merrnin para? Unë për veten time nuk, jo vetëm që nuk dësh diskutuar nga ana doktorit, edhe e mjekve, dhe nëse ka në një emision për t'i falenderuar, unë si paciente do t'i falenderoja pafund. Dua që ne bashkë ta mbyllim intervistën duke më thënë çfarë do t'i thuash ti Fationës. Unë Fationës i them dua të bëjmë një gjyshe e lumtur. Pres që të bëjmë një gjyshe e lumtur. Pse, Flori? Se dua të më hapet kjo derë,
dhe të më hynë një pa dhe mbesa dhe t'i drejtojmë Majlindës, t'i them. Mami është e rrethuar me shumë dashuri. Mund t'i thoja shumë gjëra, por me të gjithë forcën që kam të luftoj deri në fund. Si çdo nënë. Vetëm nëna, thot Gorki një fjalë, vetëm nëna thot nuk ka frikë thot të vdes. Pse? Sepse e di thot që dikush tjetër nuk ja jep atë dashuri, si që ja jep nëna. Ndaj dhe unë do bëj përpjekjet më të fundit. Dhe nëse më kuptove, dhe unë të falenderoj për intervistën që filluam që nga dera, nuk e kuptoj do t'jetën pa dalë në Baçë pa parashitur. Më duket sikur kjo derë thot, këtu sot mirëmëngjes vjen Majlinda, mirëdita vjen Fationa, para pak minuta shfola me vajzën. Më merr shpesh, mami si je, si ashtu. Dhe më duket sikur i kam në çdo moment të pranishme. Kur shikoj tek mamografia Flori që vinë vajza të reja, them, unë jam shumë plak. Duhet të bëjmë kontrole. Një pa kujdesi e imja, urdhëro kom çoj. 20 metra e kam spitalin amerikan. Duhet të bëjmë kontrole. Jeta është shumë e shtrenjtë, edhe pse vjen me dhimbje. Po mirë, ne do reflektojmë, gjithë do reflektojnë tash. Them, është mesazh i një nëne. Shiko, të kam lënë që të flasësh dhe mund të jetë në intervistat e pakta që s'kam bërë shumë pyetje. Unë ta mora me shumë dashamirësi, edhe këto 2 djemtë unë i falenderoj shumë. Si kam, të mirë i kam këta. Shiko, Dritëro Agolli thot një fjalë, nëse dikush thot të trekojt në derë dhe të kërkon diçka, jepe ashtu si që ndjen. Këtyre djemve i thash, shumë faleminderit. Edhe unë të falenderoj për çajin që e shijovesh. Edhe unë shumë. Edhe për mesazhin gjithashtu, po unë do t'ja them njerëzve që kjo intervistë e jona ka kohë që përpiqet që të bëhet. Sa ka? Një vit. Por për arsye. Patjetër. Por isha disa herë pa qenë. Po. Edhe ka kohë që kjo intervistë duhet bëj me Tashën, por unë ja them gjithmonë edhe njerëzve të cilët vinë në Real People edhe bëjnë një bisedë me mua, që do jetë një intervistë jo si të tjerat. Ju e ndjeni kur unë e them këtë fjalë, po unë gjithashtu e ndjej kur e bëj këtë. Ne i harrojmë që ka kamera dhe që çunat janë duke xhiruar rreth e rrotull dhe flasim pa doreza. Dhe kur e pyeta Tashën, po Tasha, çfarë ke ti me merak që të mos thuash te kjo intervistë, pra, mos ta nxjerrësh, që jo që mos ta nxjerrësh, por që ta japim ne, nuk dua tha mëshirë. Këtë gjitha nuk dua. Dua ta tregoj historinë time, po nuk dua mëshirë. Por unë them që shumë nga ju që e keni ndjekur Tashën në intervistën e Real People, në këtë njeriu në vërtet, keni gjetur veten, ose keni marrë një mesazh për saj, edhe unë e mora mesazhin. Tashmë do takohemi bashkë si për herë, në puntatën e radhës, me një tjetër personazh dhe ju ftoj të gjithëve që të më shkruani në rrjetet e mia sociale Flori Gjini për të më sugjeruar personazhe, sepse kështu e kam gjetur Tashën, edhe kështu do të gjej edhe shumë personazhe të tjerë. Më shkruani dhe mos harroni që të bëni edhe follow kanalin Flori Gjini në YouTube këtu poshtë. Gjithë mira, takohemi me intervistën e radhës. Nëse të pëlqeu intervista, ndaje këtë video me miqtë e tu dhe mos haro, bëj subscribe në kanalin e YouTube-it Flori Gjini.